Albano Dume, artist dhe këngëtar i angazhuar në skenën muzikore dhe projektet artistike bashkëkohore, aktiv në rrjetet sociale ku ndan krijimet dhe ndërvepron me publikun e tij, duke ndërtuar një komunitet ndjekësish gjithnjë në rritje. Ka marrë pjesë në festivale muzikore dhe projekte të ndryshme prodhimi, duke sjellë një stil të veçantë dhe prezencë të qëndrueshme në skenë. Një artist në zhvillim i fokusuar në rritje dhe krijimtari në industrinë muzikore. Përshëndetje të gjithëve. Kam si për herë të parë, nuk do të zgjas shumë. Nderuar komisioner dhe presidenti i shoqatës Nexhat Albania, zoti Aldo Sullullari, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar diplomatë, të nderuar drejtues të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar artistë, akademik, pedagog, gazetar, të dashur miq, është nder i madh për mua të jem sot mes jush në këtë delegacion, i cili mbledh njerëz me profesione, përvoja dhe bindje të ndryshme. Por me një mision të përbashkët, ndërtimin e një bote më të drejtë, më paqësore dhe më njerëzore. Në fillim dëshiroj të falenderoj me respekt veçantë për komisionerin dhe presidentin e shoqatës Nexhat Albania, për vizionin dhe për kushtimin e tij në organizimin e këtij delegacioni, në një kohë kur bota përballet me konflikte, polarizim dhe mungesë dialogu. Organizimi i një forumi që vendos në qendër paqen, familjen dhe të drejtat e njerëzit është një kontribut me vlerë të jashtëzakonshme. Ky takim nuk është vetëm një aktivitet, ai është një kujtesë se paqja nuk ndërtohet vetëm në tyreza diplomatike. Ajo lind në familje, rritet në shkolla, mbrohet nga ligji, ushqehet nga kultura dhe frymëzohet nga arti. Sot jam këtu si artist, por mbi të gjitha jam këtu si njeri, sepse para se të jem këngëtar, mjek, profesor, politikan apo sipërmarrës, ne jemi qenie njerëzore. Dhe pikërisht njerëzillëku është gjuha që na bashkon të gjithëve. Shpesh mendojmë se artisti ka vetëm një detyrë të argëtojë. Unë besoj se arti ka një mision shumë më të madh. Arti ka fuqinë të prek zemrat atje ku fjalët nuk arrijnë. Një këngë mund të xhej kujtime, mund të shërojë plagë shpirtërore, mund të rikthej shpresën, ta bëjë një njerëz të fal, mund të bëjë një prind përqafoj përsëri fëmin e tij, mund të bëjë një të ri të zgjedhë jetën në vend të urrëties. Kjo është fuqia e muzikës, e artit, në përgjithësi. Dhe pikërisht për këtë arsye përgjegjësia e artistit është shumë e madhe se sa duket. Historia e njerëzimit na mëson se në çdo periudhë të errët kanë qenë artistët ata që kanë mbajtur gjallë shpresën. Ata nuk kanë ndërtuar vetëm melodi, kanë ndërtuar kujtesën kolektive të popullit. Kanë mbrojtur identitetin, kanë ruajtur kulturën, kanë folur kur të tjerët heshtin. Kanë kënduar kur lotët nuk linin vend për fjalë. Arti nuk njeh kufi. Muzika nuk pyet për këmbësi, nuk pyet për gjuhë, nuk pyet për fe. Një melodi e bukur për zemrën e çdo njeriu pavarësisht se ku ka lindur. Kjo është arsyeja pse muzika është ndoshta gjuha më diplomatike që ka krijuar njerëzimi, një terapi. Në një botë ku politika ndonjëherë ndan, arti vazhdon të bashkojë. Në një botë ku paragjykime ndërtojnë mure, muzika ndërton ura. Në një botë ku urrëtia përpiqet të bëhet normale, arti na kujton se dashuria është ende më e fortë. Sot jetojmë në një epokë paradoksale. Jemi më të lidhur se kurrë përmes teknologjisë, por shpesh ndihemi më të vetmuar se kurrë. Kemi mira ndjekës në rrjetet sociale, por ndonjëherë mungon një njerëz që të na dëgjojë me zemër. Kemi miliona këngë në telefon, por gjithnjë më pak kohë për të dëgjuar njëri tjetrin. Prandaj tema e këtij delegacioni është më aktuale se kurrë. Faleminderit. Albano, shumë faleminderit për fillimin tuaj.